Ky emision mundsohet nga Enzo Attini, Ujë Selita, Sistemi Mbeturinave Capella, Golden Eagle, Dental Med Austria, Beu, Just Cavalli, Muscle Gain Albania, Mates, Lavender Clinic. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose në dyqanin ton fizik tek sheshi Wilson, Tiranë. Duke filluar nga 20 euro në muaj. Një gjë është e sigurt. E ndjek modën apo nuk ja var fare. Ngre 10 apo 100 kg. Ujë ke për të pi. Ke kosat duash, apo s'ke fare ko. Ta knaq shpirtin të lavaja, ose muzika elektronike. Je nga veriu, apo nga jugu. Ujë ke për të pi. Ajo çfarë dua të them, është se kur të pish ujë, pi ujin më të mirë. Ujë Selita, për të mirën tënde. Golden Eagle. Only eagles fly. Elshon ler e drejtën kontinjer. Capella Kosova. Je lumtur? Shumë. Përshëndetje, neve të tregojmë një. Unë ta posësht nëse. Me Dental Med Austria. We could go band for band. Fuck that, we can go M for M. Mama got a body like Kim and them. Mama been killing that gym. We can go watch from chain to chain, the rings on him. I done got rich, but I'm still with this shit, land in London and go to the end. E para dhe vetja mënyrë organike në Ballkan. Përshëndetje prej me e Meriton Mjekiqit nga emisioni i drejt për drejt me njanin prej reperave të ri që une uroj dhe shpresoj që ka me dhonë shumë në industrin tonë të muzikës. Për herë parë është dalja e tij televizive, po ashtu afër meje gjithmonë është DJ West, edhe jemi shumë të lumtur që të kemi ball për ball për me dhonë nga vetja me të njoft të gjithë që po të shohin, dhe pastaj edhe pse jo me kuptu edhe talentin tënd të cilin ti natyrisht që unë e kom pa dhe për këtë arsye të kam ftu në emision. Bëhet fjalë për M-A-S-I-M-O. Thank you, bro. Faleminderit shumë. Massimo me 2 S a me 1 S? Me 2 S kam, bro.
Se atë kujtohen kjerë të dëi, të dë me dyia. Për qa? Të dëi, golf 4 të dëi, me dyia. Po. E ti e Massimo me 2 sëja. është knatësi që të kam... Faleminderit shumë, bro. Thank you. Qysh pe përjeton këtë kohë, si po ndihesh? Shumë mirë, bro, jam good. I qik i lodh, po kam fjeti qik si shumë sot. Arsyeja e fjetjes, apo kemi ndaj arsye tjetër që duhet më na tregu bashk? Jo, kam sa arsye tjera, Neve po... Neve dashamirësve të muzikës. Jo, janë gjona tjera, bro, po... S'do e përmend sot. Ja, bje mirë. Massimo, jeni djalë shumë i ri, në mosh, talenti jot vrehet, për ata që të kanë dëgjuar dhe të njohin, por është dalja jote televizive e parë. Po, bro, kam shumë vite që shoh emisionin tatë në YouTube. Kam pas ngjuar gjithë emisionet që ke hedh ti, bro. Pastaj? Edhe thash me shkruajt i herë ty në Instagram, bro. O meriton, a mund vite emisionin tatë bëjnë aje intervist. Se disha që do më kthesh përgjigje, bro, po shqyqyre bone, edhe ja këtu jam tani. Qysh po e përjeton ti kohën gjatë muzikës edhe apo ndihesh mirë dhe sa je i përgatitur realisht për mu marrë me muzikën? Unë ndihem shumë mirë, bro. Unë e shoh vetëm në këtë industri për muzikë. Kam shumë vite që ndjo muzikë, kështu, muzikë anglisht, shqiptar, në gjithë botë. Dhe unë e shoh vetëm në këtë industri për muzikë. Atë ka pëlqy ty muzika shqiptare? Shumë. Ti e rrit për ata cilët nuk e din? Unë jam rrit në Angli, bro, edhe kam ndru vetëm muzikë anglisht. Okay. Po, se kam mamin shqiptar, edhe më kam mësu kulturën e shqiptare. Bravo. Kam fillu me ndru muzikë shqiptare, edhe po më pëlqen shumë. Po ti tepër i artikulun, edhe shqipen pe din shumë mirë. Se kam aq mirë shqipen, po jam të mësu. Ja, kitë bukur e kitë kjartë. Massimo, në cilën rrymë të muzikës ma shumë e ke pa vetën dhe e ke gjithë vetën gjatë rritjes të ndë me moshën, pe kuptaj në Angli? Shif tani, unë kam fillu me rap edhe drill, se vetëm aty në Angli e ndru vetëm këngë drill dhe këshu muzik gangsteresh. Po... Ku po e mirë ko? Vazhdo. Po... Ku po e mirë ko gaver? Jena ngarë, për krejt juve që po na shihni, jena ngarë une, Renori, mjekishe bruda im. Big up Renori. Veste. Big up Veste. Edhe Massimo, kur shpe bën trupin ma të mirë. Për momentin jam shumë larg juve. Yeah. Jam i... Pastaj? Po pastaj kam gjutë sa artistat tjerat në Angli që bën R&B, kështu, singing, edhe thash ta provoj edhe i herë unë. Unë e shoh vetëm që e kam i qik zonin i mirë, për me bo singing dhe R&B, edhe jam më shumë fokusum aty. Si që isha me drill, tani jam më fokusum këtu. Bravo, do me thonë ti e gjenë vetën, edhe te pjesa e këndimit, edhe në pjesën hip-hop dhe në rrymat të tjera të muzikës rap, që si që është drilli e këto të tjera. Sa e di, unë ti punon non-stop. Non-stop, bro. S'ka më arsye me... Mundal. Po. Qka dën ti si Massimo të ata cilë të shohin dhe të ndjekin me përcjell me muzikën, edhe pse je 19 vjeçar? Në thime, bro, e kam fillu me këshu, me beatet. Okej. Kam pa shumë producenta në YouTube, ose si DJ Khaled, edhe thash, hajde mo ta provoj herë me bo beatet, se e kisha qef. Kam blej laptop, kam su në YouTube këshu tutorials, okej. edhe këshu, nivel amatur, bro, nuk është e isha i mirë. E ke pa vetën si producent më herët, pastaj si rap artist, këngëtar, krejt mix brenda. Thash se kisha... Talent. Po. Thash se kisha talent me bo kështu si producent, e provova,
kam naj 2-3 vite. Edhe pastaj thash, hajt mo ta provoj një herë me muzikë. Se edhe me bitet kam provu me shkruaj tekstat, kot për qef. Nice. Edhe tu shkruaj tekstat, thash, hajt mo ta provoj një herë muzikën. Kam blej mikrofon thjesht fare. Ke blej thjesht mikrofon shpe. Po. Çfarë rëfimi bukur. Kështu bën kështu plug-in te laptopin. Çfarë po më pëlqen me këtë rëfim. Pastaj kam mësu dhe me bo mix të masë zonin, jo mirë, po mirë nivel amatur, siç thash. Okej. Edhe e kam vazhdu ashtu, s'kam shku na herë në studio mirë, bro, vetëm shtëpi. Edhe herën e parë që kam shku në studio është këtu në Kosovë. Bravo. Edhe du të thëm thank you, bro, ty, Rinori, DJ Westin, gjithë ekipën, bro, që edhe thank you for bringing me here, bro. Prano që ke hu PlayStation prej meje non-stop. Po mos e thuj, bro, leje tash. Ja, t'jena korrekt. Jo, leje tash, bro, leje. Jeni me bast. Po leje, bro, tash, s'do foli për FIFA tash. Po jo muj në fitness. Po jo muj në PlayStation. Po mirë fitness, okej, shif si e ti, shif si amuno, bro. Po jo muj në box. Po jo muj... Qka s'pi jo muj në juve? Massimo, emrin e ki shumë të veçantë. I pa dëgjum ma heret. Prej, nga t'i vjen Massimo dhe kush ta ka vendos? Massimo është emër italian. Më ka vonë babi se i pëlqenë, bro. Edhe motra e ka emri kështu, italian. Po mamin e kam shqiptarë, bro. Edhe mi big up për familjen tënde, Aleksin dhe krejt familjen. Thank you, bro. Me respekt shumë plak. Massimo është emri jut i vërtet që e ki dhe në pasaport. Po, bro, po. Nuk është nickname të cilin e ke edhe thojnë e vendosi se ka një emër tjetër. Jo, vetëm nickname që kam është Mas. Po te e ki Massimo emrin e vërtet. Po. Më ke shkrujt në Instagram. Po, bro. Pyetja ime është, kur e ke pa për herë të parë emisionin? Emisionin për herë të parë, bro, ka naj 4-5 video, bro. Kur ka edhe ai emisioni me Don Johnny u bë viralo, bro. Naj 70 e ca milion views. Super, bro. Shumë ko. Edhe aty në Angli, bro. Ka njerëz që të ngjoj ty. Shumë ka. Faleminderit. Unë jam rrit me emisionin të tu, bro. Kam shiku gjithë që ke postu. Faleminderit. Edhe jetë po shputët shumë të mirë, bro. Unë po plakna, ju po rritni. Dyjat next. Massimo, cilë është emisioni që ty t'ka pëlqy? Shif, të gjitha janë mira. E kam pat të gjitha, bro. Po, atë që ke bo me Gashin tashe, ishte nivel tjetër, bro. Se kam pa në herë Gashi të po intervistun me një shqiptare, bro. Edhe me është artist internacional, apo jo? E vërtet. Jetë po big steps, bro. Për ndryshe, Gashi ka shpreh dëshiren për krejt talentat e ri që po shfaqen, mi marrë në menaxhim dhe me ndihmu dhe është një mundësi shumë e mirë pse jo. Po, që mi a dërgu ca gjana tua cilat mi dëgju dhe pse jo me deportua edhe në Gjermani, në Amerikë. Thank you, bro. Në fillim ke shkrujt për bita. Unë kum dëgju shumë bita dhe pa tjetër që e kini kompliment dveçan. Po pse më ke shkrujt në fillim për bita e pastaj rrugës ke vendos si muzikant. Me thonë jo, s'du për bita, po du me arë me performu të ti. Si që thash, bro, nuk e kisha në mëndje me bo muzik, me bo rap. Edhe thash, hajde mo të shkruj me toni njerë të pyt në qofse i duhet bitet për emisionit. Pa o zemrën. Ishe ti ajo, bro, që më the provoje njerë me bo reper. Edhe të falemderoj, bro, që e the këtë, edhe këtu jam dhe një. Ti tregove që ke jetu në Londër. I rrit edhe ke qenë në shkollë në Angli. Më trego pak për lifestyle në Londër edhe a ka ndiku në formimin tënd. Okej. Tani, lifestyle në London ishte shumë boring. Të thëm drejtën, bro. S'ke qa me bo aty në Angli. Po paguin ka 20.000 pound për me i në kamion me shku në Londër, ti po thu shumë boring. Po ato janë të i për punë, bro. Unë po thëmë vërtetën. Okej. Ishte shumë boring. S'ke qa me bo aty. Edhe për shkollën, bro.
nuk është se isha të mësu na i gjë në shkollë. Isha bad kid in school, bro. Gjithmonë çfarë na tregoni problem tonën? Po, çdo ditë bro isha zonë me njone. Të bëgo share. Okej. Edhe sa herë më kam prerë ashtu nga shkolla se kisha kufje në veshër, bro, vetëm të ndju muzikë. Nice. Po me mësu dasht. Normal. Me mësu duhet me mësu. E di. Edhe ata që dojnë me u marrë me muzikën dhe talentet e rinj që po na shohin, duhet me mësu, me u shkollu dhe pse jo edhe me ndjek ëndër. Një big up dhe një duar trokitje për A ja ke lyp ndonjëherë ndaj profesoreshës? Qa them unë këtu, bro? Po fol qa dush, thuj qa dush, na në rec jena, unë nuk e largoj këtë pjesë. Qa dush, tregoj vërtetën. Po qa du, bro? Apo ajo nejse, ka i vjen tërb, masimos. Po qa turbo, bro? Po Pak. Këto rrymat e reja të muzikës, ti ki edhe pak çuditshme, më tregon disa bita krejt ndryshe prej bitave që unë i dëgjoj dhe i kum dëgju më herët. Ku po i gjen këto bita dhe si e shef këtë rrymen e re të muzikës? Bro, tham i gjë, unë e kam veshin për muzikë, bro. Për bite do bo çdo gjë e eksperimentoj, bëj bita shumë ndryshe. Edhe atë kam qef unë, jo me rritë një stilo, bro, po me bo shumë tjerat, edhe qef është. Si duket rryma e re e muzikës? Mirë është, bro, tani. Se janë, gjithë artistat janë të bo rryma të ndryshe, edhe... Ku e ke gjetë vetën në rrymat e muzikës? Unë tani, si që tasho, bro... Që kishe dashti, cila kishte me qenë një stil, që ti do të doje me të identifiku që është e masimos tek publiku. Unë e shoh veten në bro si artist komplet. Unë e bëj të gjitha, edhe e provoj të gjitha, se siç tash e kam qef, bro. Edhe me eksperimentu me bitat ndryshe, me stilat ndryshe, unë e bëj. Po si aktor? Aktor? Po, aktora, e këshe po veten aktor filmi? Po. Çfarë roli e këshe lujt? Na këshu, Jason Statham, bro. Me motora, me jo me motora, makina. bro, si FBI agent, bro. Ose mund të jem na këshu, na i film komediu, bro. Okej. Po, aty do ishte mirë. Na i rol interesant. Po. Ti edhe Kevin Hart, për shembull. Unë dhe Kevin Hart. Ti madha i vogël. Si ai Rock edhe Kevin Hart, ha? Interesant. Massimo, në jetën e Tiranës, si je ambientu? Shumë mirë, bro, më pëlqen shumë anej. Edhe lifestyle-in nuk është si Anglia boring, po ke shumë gjona me bo anej. Po, tani që kam ardhur këtu në Prishtinë, po më pëlqen më shumë këtu, si në Tiranë. Po të pëlqen? Po. Për shkak? Po, lifestyle-in këtu, bro, jam shku në studio. Po shtroj ka pak? Po pra. Fitness. Pse vendose me bo album në fillim të karrierës tënde, në shkallën e parë që ti duke unë gjitë lartë? Po, shif, bro. Unë se kisha në mendje fare me bo album. Si që tash, desha me marrë vete me bite. Pak unë e fajen. Po, fillova me muzik. Ti më the pastaj, bro, shko provo me boj album. Edhe e bona. Edhe kena nejtë shumë bashko, bro, të punu ditë në studio, si shte edhe fitness. Kena rritë gjithë ditën bashko, bro, edhe ishte në 1-2 muaj intensive. The best that I ever experienced, bro. Unë jë marrë të këmë që gjithë prej gjumit, se ti si e që kur i pari, shimi nesër më mëngjes. Po ti më merë ora 10 mëngjes se jam të arë 30 minuta, pas 2 orësh vjen ti, bro. Qa të bëj unë? Për ata që po të shohin, sa kong i ka albumi, sepse unë e di, po për ata që po të shohin, na jep detaje ma shumë. Te albumi, bro, kam 8 konge. Edhe një bashkëpunim me një... Nuk do e themo, bro, po është një person shumë të madhe. Okej. Do e lej surpriz. Unë du ta them, po... Unë e di, atë e thëmë unë për dy. Ja, mos, lej. Na trego për mbajtjen e albumit tënd.
edhe a ki vendos për emrin, cilin ndoshta është problemi më i madh që ka një album. Tani jo bro, te albumi, gjithë tekstet kam shkruajt çka ka ndodhur të vërteta në jetën time, bro. Edhe gjithçka të mos ka ndodhur. Shumë, bro. Shumë gjonat, po varja, ndodhi jo bro. Po natë për natë isha të bo tekstet, sa herë më pëlqen. Ku e gjen veten ndaj tekst që e kje thonë për shembull që të ka ndodhur ndaj rresht? Po të gjitha bro ka ndodhur, më kanë arrestu, më vonë pranga, më kanë heq patentë, s'kam as patent sot bro. Sa mas kanë marrë me leje. Me ko ke arrestu, kërejti pas ke pas. Po bro. Çfarë mesazhe dën me përcjell përmes teksteve vargjeve tua? Bro, with my album, I want everyone to understand what I've been through, and maybe as well they can find themselves in my songs, and maybe they see their lifestyle as well happening there. Çka dën me arrit me muzikën? Unë bro e kam fillu këtë për qefo bro. Edhe ti më ke ndihmu me arrit në këtë nivel që jam tashi. Edhe unë du t'jem the best bro. S'kam ndaj gjë tjetër, vetëm këtë, unë du t'jem the best. Që njerëzit të më donë për mu, edhe për muzikën tim. Edhe kaq. Me emrin e albumit e vendose? Po bro, kishim ndaj 3 emrat. E vërtet. Po kena zgjidh një, edhe albumi do të quhet 1 nga 1. Se është album one of one bro. Si quhen 3 këngët e tua favorite që kim brenda albumit, që ke me ardhë me videoklipe? Kam ndaj 3 këngë bro. Një është bashkëpunimin, që të thash. Pastaj është një këngë që quhet Batman. Po, edhe një këngë tjetër që quhet Halat Comment, babe. Massimo, po ta dha një dhurat. Okej. Stili i përshtatet 100%. Okay. Me lukun që e ki, dhurat nga Enzo Attini Syze. Okej. Dhe pasi ti e shef zgjedhjen time të Syze, shumë bro. Vendosi edhe ti drejtohesh kamerës tu marketing. Hajde. Mirë. 1, 2, 3. Bravo, vendosi. Apo të rrim bukur. Bugra janë bro. Po si janë bugra, amigo. Ashtu shit. vendosi. Shif. Afër mikrofonit. Marketing. Një falënderim i veçantë shkon për Enzo Attini, që tashmë është pjesë e familjes tonë. Dhuro Syze, bizhuteri me Enzo Attini, në showroomin më të madh në Tiranë, tek sheshi Wilson. Enzo Attini. Një falënderim tjetër shkon për ujin Selita. Kudo që je me vete, mbaje ujin Selita, ujin më të mirë. Me mia rastet e suksesshme, Lavender Clinic ndihmon pacientët të rikthejnë vetbesimin e tyre. 100% e garantuar me teknologjinë M3, klinika e flokëve, Lavender Clinic. Bëheni jetën tuaj më të lehtë me sistemin e mbeturinav Capella, që largon çdo problem tuajin që e keni me mbeturina. Sistemi mbeturinav Capella e keni këtu. Për ta pasur një mjekër të bukur, flokë të shëndetshme, po ashtu lëkurë të hidratuar, Beu, produkt 100% kualitet dhe me kujdesin më të mirë për klientën e tyre. Ju e porositni, Beu vjen të dera e bjen dërgesën të cilën e keni porositur. Beu, pija energjike që na jep forcën për të vazhduar ditën. Eagles Fly, Golden Eagle. Reflektimi i së cilit në takimin e parë është buzëqeshja. Dhe këtë buzëqeshje të bukur e dhuron Dental Med Austria. Dhe slogani i tij, unë buzëqesh me Dental Med Austria. Just Cavalli, brand italian me showroom në Prishtinë, tek Prishtina Mall, ku çdo rrobë është me kualitet 100% dhe së shfalc. Dora e parë patjetër, brendi italian, Just Cavalli. Një falënderim shkon për Muscle Gain Albania, e cila gjendet në Tiranë. Proteina dhe suplementet e tjera. Dokuni muskuloza por healthy me 100% kualitet. Muscle Gain Albania.
Mejc, për kujdeset për lukun tim, gërshan flokëve kur të mriten, e dokna arush. Edhe ju që doni me i dhëndër mu dok bukur, edhe ju që doni me dal ditën e me u dok bukur, më qethje, shkoni tek Mejc. Genti e Blendi. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose në dyqanin ton fizik tek sheshi Wilson, Tiranë. Duke filluar nga 20 euro në muaj. Një gjë është e sigurt. E ndjek modën apo nuk ja var fare. Ngre 10 apo 100 kg. Ujë ke për të pi. Ke ko sa të duash, apo s'ke fare ko. Ta knaj shpirtin të lavaja, ose muzika elektronike. Je nga veriu, apo nga jugu. Uj ke për të pi. Ajo çfarë dua të them, është se kur të pish uj, pi ujin më të mirë. Uj Selita, për të mirën tënde. Golden Eagle. Only eagles fly. Elshon Ler e drejtën kontinjer. Kapela Kosova. Je lumtur? Shumë. Përshëndetje, neve të tregojmë një Unë ta posësh nusën. Me Dental Med Austria. We could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. Mama got a body like Kim and them. Mama been killing that gym. We can go wash from chain to chain, the rings on him. I done got rich, but I'm still with this shit, land in London and go to the ends. E para dhe vetëm mënyrë organike në Ballkan. Kthehemi me pjesën e dytë të marketingut, me vete kam një protein, po ashtu një dhuratë, po të ndihmoj me marrë veten në formë, se pastaj thu ma ke bë me hile nga Muscle Gain Albania. Bro. Ki dhuratë protein dhe suplementet e tjera të cilat janë në shurumin më të madh të Tiranës. Faleminderit shumë Muscle Gain edhe meritone. Mos thuj tani se më kin ndihmu me protein. E ki Muscle Gainin dhe jenë përparsi, po të ndihmoj se vestit, rinorit, ju kom bo shumë me hile. Mirë, bro, faleminderit. Massimo, cili do ishte një mesazh që kështë dash ti me përcjell të krejt artistët që tani ty po të shohin. Që janë old school
në tregun ton. Një mesazh bro është thank you for watching, edhe to give us all a chance. So we can be maybe one day like you guys at the top. Like you, oh bro. Edhe si kapitalin bro, se më ka respektu, më ka bo dhe follow në Instagram, edhe shumë personi mirë, oh bro. Respekt, big up për kapin. Big up kapit të ti. Bravo. A vazhdojna me një lojna, e kom një pyetësor interesant. Po bro. Kush është artisti që do donte të bashkëpunonte Massimo? Okay. DJ Vez, biro. Let's go. Shama qatë bi. Ja, din stilin. Ledri Mike. Ledri. Ledri Noizi. Ledri. Ledri Gjiko. Ledri. Ledri Mato. Mato Lale. Mato Lale. Mato Lale Lumi B. Mato Lale. Mato Lale Capital T. Capital T. Capital T 2x2. Capital T. Capital T Geti. E kam taku të dyja, bro. And they're both good. Them Capital T. Capital T Tajna. Tajna. Fight Capital, bro. Sorry. Sorry. Të kupton ka, bro. Sorry. Tajna Gedinjo. Tajna. Tajna Mozik. Tajna. Tajna Elvona Gjata. Po brite gry. Tajna, bro. Kaq. Tajna Melinda. Tajna. E jo DJ Vez, ndrëna i qatë bit. E tash është koha për performanca. Yes, sir. Artistit që unë e uroj dhe shpresoj që do shkëlqej në muzikën tonë shqiptare. I lindur e i rritur në cilën zonë të Londrës? Secret, bro. Secret, bro. Richest place or ghetto place? Ghetto place, oh, bro. I love you. Kjo është Massimo, djallë simpatik, i vitit 2006 me klim. Yes. Full paket. Yes. Extra. Case perfect. Bukuroshe e keni single Massimon për i këti emisionit. Simpatike ti ka për qefi se është shumë djallë i ri, i plotësum në çdo gjë. Of course, man. Kjo është Massimo simpatiko që do shkëlqej pse jo në tardhmen në muzikën tonë shqiptare. Yeah. Massimo. E jo biro, Vez, ktheja qatë bit. Bra! Yeah, Massimo. Yeah. Bra! I'm a big man, big plans and big schemes, making big bands, 6 figures on both feet, on my right hand. Take a look, go and see. Got a new wristwatch, left the milli for AP, left the S for GLE, 6.3 AMG. New Patek Philippe and a sweet one that's petite. Said she wanna come with me, left that one, went home in 3. Italy, broski, she went down on those knees. Tryna do the deed that what you want, you will receive. Told me, darling, I got weed, got E's and plan B's. Alcoholic babes, don't worry about me. Morning JD, nighttime is Tennessee. We can roll expensive, we don't like cheap. Rolling Benzes, supercars and SUVs. Shop is expensive when you're with me. Pack up and leave, cause you're going overseas. Sex, no stress. Oh yes, give me head and chest. It's so blessed, more or less. She moaning out loud while I'm grabbing on her breast. It's all in the finesse. Oh yes, you need the back to get this the is Massimo, baby. Just send an SMS. Find her address, pound her up, then you smoke a cigarette. Marlboro red, real nice blend. Put a man in a zoo and smoking with his friends. Don't come around the ends, what happens it depends. We'll be on the offense, get ready to defend. The bag is what I chase, the money what I spend. You know that I'ma hustle my way up until the end. You wanna copy my style but you only pretend. I use vocabulary words that you can't comprehend. I'll rhyme on the mic and spit fire in the booth. You can try all you want but you can't do what I do. I'm already on top, little boy, little you. I'm too sweet for all of you, you even got a rotten tooth. Step outside, I'm coming with the crew. Yeah, I'm rolling with my G's in a German coupe. Like father, like son, written on my tattoo. We getting to the money and we might take your bitch too. Bitch. Kjo është Massimo. Yeah. Super talent, bars. Inspirus. I pëlqyn prej bukuroshev. Ndrana e pirë qatë bit. Next one. No stress. No stress. Yeah. DJ Vez, baby, ma I mirë në histori DJ Vez. I got
big bars that you can't percept. Got dough, big stacks, invest, projects. Got snow, go, air barth, complete. Confident that I'm the best, 100% now. Skills on the mic every time I spit. I got the thrill of the fight, make you submit. Big smoke inside, cause I burn big spliff. Esencja vinga kali se nuk e pi dodge spiff, nah. If you want conflicts, just know we don't roll around with stones and sticks. I got plenty tricks, I could give you a hint, cause I grip a G-lock and it got a big kick. Kick back, it snaps. Got guns, got raps, got funds, all stacks. Take no scraps, smoke cookies, not snacks. Air Arabic to Orex, only deals por ma veshë se me puno me Forex. Ku Gjorgju ma basi, just like puma te kalashi. Pashoria shumë e madhe, ja kaloj dhe hashim pashi. Ta qaj beat instrumentali, ta qaj tekën si po bali. E ne shishe si e pi, unë e mrena e fu shejtanin like Je shumë i trend E myt kompleks Një losh Mojna nan mes Qef viki me kyp me dorex Dronaj qat beat Dhe e beat no bro Beat ako mo Edhe njo bro Edhe njo Me tri I përgatiton Prej me Meritonit E Massimos me këtë super performance Ju themi natën e mirë Ju urojmë krejt mirat njet Një përshëndetje veçantë po ashtu për juve që do e dëgjoni në vazhdim Massimon albumin e tij. It's coming, Coming soon, bro. Coming soon. Big up DJ West. Big up my Big up DJ Keshi West. me neve, një big up të madh Rinor a.k.a. Mjekeqin edhe Mirsali, kështu që dhe ekipa Altini dhe krejt ka me në studio. Ndrej qatë beat, sharaj qatë beat me këtë super performance. Good night. Natën e mirë. Yeah. Shumë chill. Neck froze, chain cost 1 mil. Netflix. Beat does me jeshile fresh deal. Nashef grupi do dhe zesa si Cypress Hill. Here I go again. Ja fus freestyle, s'kam nevojën për refren. Unë kam unik style me tirat në krasohem. Kujdes ma e shoqen se jam ai që taraben. Ajo vet vjen, venin e vet e gjen. She like the company, the carry my message brand. Ja nisi me e pi, nuk e uli mosh i shen. Vazhdo. Damn, I say here I go again. Ti shkruaj rima si të dush with a paper and a pen. Më thrasin as dren. Do thush ti pse? Se e qaj tekstin si poeti me poem. Yeah, shh, I say quiet on the set. Don't talk too much, se në brez kam I beret. Nuk të kam freaking, you don't pose a threat. Se nesër mas, nesër do dalesh në gazet. Private jet. Ka Anglia në Francë, Alexander Lacazette. Nisëm për të baj so high si raket. Miti është ben specifikisht qash e tresh. Definitivisht më të thu që jam I qmend. Natën e mirë, miro pafshim. Çdo ditë, po befasona. Ky emision mundsohet nga Enzo Attini, Ujë Selita, Sistemi mbeturinave Capella, Golden Eagle, Dental Med Austria, Beu, Just Cavalli, Muscle Gain Albania, Mates, Lavender Clinic. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë. Duke filluar nga 20 euro në muaj. Një gjë është e sigurt. E ndjek modën apo nuk ja var fare. Ngre 10 apo 100 kg. Ujë ke për të pi. Ke kosat duash, apo s'ke fare ko. Ta knaj shpirtin të lavaja, ose muzika elektronike. Je nga veriu, apo nga jugu. Uj ke për të pi. Ajo çfarë dua të them, është se kur të pish uj, pi ujin më të mirë. Uj Selita, për të mirën tënde. Golden Eagle. Only eagles fly.
Shën ler e drejtën kontinjer. Kapela Kosova. Je lumtur? Shumë. Përshëndetje, neve të trupojmë një... Mund ta posësh nusën. Me Dental Med Austria. We could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. Mama got a body like Kim and them. Mama been killing that gym. We can go watch from chain to chain, the rings on him. I done got rich, but I'm still with this shit, land in London and go to the ends. E para dhe vetja mënyrë organike në Ballkan.